Deputet të Kuvendit Kosovës, nëse EULEX-i do t'i përmbahej sinqerisht zotimit për luftimin e korrupsionit, kontrabandës, krimeve të luftës dhe krimit organizuar, atëherë ati do t'i duhet t'i arrestoj partnerët e vetë. Në njërën anë, EULEX-i do t'i duhet t'i arrestonte politikanët kryesor kosovar, të cilët aq shumë para kanë përvetësuar për gjatë dekadës së pas luftës dhe tash të kësaj pas pavarësisë, sa që imagjinata e tyre është e kufizuar për t'i shfrytzuar të gjitha ato para e pasuritë të vjedhura. Ndërkaq në anën tjetër, EULEX-i do t'i duhet t'i arrestonte strukturat paralele shtetërore të Serbisë, që janë përplot njerëz të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, me të cilën EULEX-i e pat nënshkruar protokollin për bashkëpunimin policor në vjeshtën e vitit 2009. Të gjithë e dim, EULEX-i nuk i arrestoi bashkëpunëtorët e tij. Askund nuk ka korrupsion sikurse te qeveria dhe te grupet e interesit të lidhura me ta. Shpërputhja midis pagave të tyre dhe jetës që bëjnë e pasurisë të tyre që shihet flet vetë. Askund nuk ka kontraband, krim të organizuar dhe kriminal lufte sikurse në veri të Kosovës, që të gjithë janë në kontroll të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, e cila i paguan për punën që ata bëjnë. Po EULEX-i çfarë po bën ai tash 7 vjet? EULEX-i mbikëqyr natyrisht. Mbikëqyrsi është ai i cili kujdeset që punët të shkojnë vaj, edhe atëherë kur makinat pa targa qarkullonin në veri, kurse kamionët që hynin nga Serbia nuk paguanin fare dogan, edhe atëherë kur u zhdukën 48 kg drogë, dhoma më e sigurt e policisë së Kosovës dhe askush as dërheqje nuk dha. Deputet të Kuvendit Kosovës, në Kosovë problem nuk është krimi i organizuar, por krimi i institucionalizuar. Organet e rendit dhe sigurisë në krye me EULEX-in e kërkojnë krimin jashtë sistemit. Jashtë sistemit ato e kanë gjetur vetëm lëvizjen vetëvendosje, të cilën e kanë persekutuar rregullisht. Por korrupsioni, krimi organizuar e ai luftës dhe kontrabanda në Kosovë ndodhin për brenda sistemit dhe sidomos në majat e tij. Krimi është në sistem dhe shpesh ai shfrytëzon edhe mundësitë e sistemit. Në fakt, kur u zun 48 kg drogë nga policia e Kosovës, krimi jashtë sistemit dështoi. Mirëpo ishte krimi brenda sistemit ai i cili e korrigjoi këtë. Policisë së Kosovës ju vodhën 48 kg heroin përderisa kjo po i ruante ato. As serbët në veri që në këto vitet e pas luftës kanë herdhur granata dhe shtyer pa numër herë me armë zjarri në drejtim të punëtorëve pronarëve shqiptar nuk janë jashtë sistemit. Ata janë në kuadër të strukturave të Serbisë, e cila nuk e pranon Kosovën e pavarur, siç nuk e pranon as EULEX-i. Baza e EULEX-it është plotësisht e favorshme për Serbinë. Rezoluta 1244 dhe veprimi i përbashkët i Këshillit të Bashkimit Evropian i 4 shkurtit të vitit 2008 nuk i pengojnë Serbisë. Përkundrazi, ajo shpesh është thirrur në këto. Prandaj nuk kishte se si EULEX-i ta cenoj Serbinë me funksionimin e tij në Kosovë, përderisa baza e tij është e pranueshme për Serbinë dhe e volitshme për të. EULEX-i e ka mbikëqyrur veç se shtimin dhe trashjen e lidhjeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. EULEX-i e ka mbikëqyrur Kosovën jashtë Bashkimit Evropian, gjithsa ka ndihmuar Serbinë t'i afrohet Bashkimit Evropian. Nuk ka mundur të jetë ndryshe, sepse EULEX-i krenohet që është neutral ndaj statusit të Kosovës, jo ndaj pavarësisë së saj. Me fjalë tjera e konsideron statusin si të pazgjidhur dhe këtë qëndrim nuk e përjeton si handicap, por si përparësi. Pasja e UNMIK-ut në Kosovë nuk na afroi drejt antarësimit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ngjajshëm, as pasja e EULEX-it në Kosovë nuk na ofroi drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Kosova sot është larg antarësimit në OKB dhe BE, po aq sa ishte në vitin kur u shpall e pavarur, pra me 2008. Pavarësia e Kosovës, të gjithë e mbajmë mend, ishte menduar të shpallet fillimisht me 16 shkurt të vitit 2008, ditë e shtunë. Të gjithë e dim se si atë ditë në vend të shpalljes ndodhi një konferencë për shtyp në hotelin Grand, që spostoi shpalljen e pavarësisë për 24 orë dhe i dëshproi gazetarët e shumë nga mbar bota që ishin mbledhur atë ditë te hoteli Grand. Aso kohe mendohej se kjo shtyrje e pavarësisë përkatësi shpalljes së saj për një ditë u bë në mënyrë që kjo t'i bie të dielën,
pra në ditë pushimi, kur mbas edhe Serbia pushon të ca nga puna e saj kundër Kosovës. Kjo mund të ketë qenë e vërtet, veç se një arsye shtesë shumë e rëndësishme pse shpallja e pavarësisë Kosovës u shtyje për një ditë, është fakti që dokumenti i veprimit përbashkët i Këshillit Evropian të Bashkimit Evropian është fakti se ky dokument i 4 shkurtit të vitit 2008 u publikua në gazetën zyrtare me 16 shkurt të vitit 2008. Pra pavarësia, kur u shpall një ditë më vonë se sa që lindi zyrtarisht EULEX-i. EULEX-i ishte interesuar që të jetë një ditë më i moshuar se sa pavarësia e Kosovës, natyrisht brenda doktrinës se origjina bën pjesë në legjitimitet dhe mosha ka të bëj gjithashtu me legitimitetin. EULEX-i, i cili nuk do të na e pranonte pavarësinë, natyrisht që ishte interesuar të linte një ditë para se të shpallej pavarësia. Por edhe më thelbësore se kaq, EULEX-i dihet se është themeluar si operacion për menaxhimin e krizave nga BE-ja për ta forcuar stabilitetin dhe ai përveç tjerash do të merret me parandalimin e shpërthimeve të mundshme të dhunës. Mos shpërthimi i krizës si qëllim e mirëmban krizën aty ku ajo është dhe e krijon atë ku ajo nuk është, për ta mbajtur mandej gjendjen mu në buzë të shpërthimit të cilin shtiret se parandalon. Nuk jemi ne si Kosovë vatër e krizës dhe më pas ata të na menaxhojnë neve si krizë që qenë kemi, por ata janë menaxhues të krizës, andaj ne jemi vatër e krizës. Për të na sunduar e dominuar me duar tërësisht të lira, neve na definojnë si vatër krizë. Kur shpjegohet puna e EULEX-it si mision i sundimit të ligjit, askund nuk figurojnë fjalët drejtësi e barazi. Kur përshkruhen kompetencat e EULEX-it, njëherë përdoren termat monitorim, udhëzim e këshillim për të vazhduar në të njëjtën fjali me fuqitë ekzekutive të tij. Pra, njëherë vetëm monitorojnë, nëse kjo s'mjafton, atëherë udhëzojnë e këshillojnë, kurse krejt në fund për çdo eventualitet i kanë fuqitë ekzekutive. Renditja e këtyre termave tregon fazat e proceseve. Fillimisht me të butë, e mandej edhe me të fortë. Njëherë shpresojnë për vetë cenzurë vendese, e pastaj e kanë edhe cenzurën ndërkombëtare. Rrjedhimisht, më parë se sa për t'i korrigjuar institucionet e Kosovës, fuqitë ekzekutive të EULEX-it janë aty për t'i anashkaluar institucionet e Kosovës. Mirë po, fuqitë e tij ekzekutive, të cilët nuk janë të kufizuara as në gamën, as në kohën e tyre, sipas nenit 3H të dokumentit veprimit përbashkët të 4 shkurtit të vitit 2008, i cili hyn në fuqi zyrtarisht me 16 shkurt të vitit 2008, paraqet vetëm njërin ndër padrejtësitë apo problemet kapitale që i kemi me EULEX-in. Janë edhe 4 të tjera, jo më pak të rëndësishme. E para, EULEX-i nuk e pranon pavarësinë e shtetit tonë të Republikës së Kosovës. E dyta, zyrtarët e EULEX-it bashkë me familjet e tyre kanë imunitet të plot diplomatik të pakontestueshëm nga ndjekjet e mundshme penale në Kosovë. Pra, ata në emër të ligjit janë mbi ligjin, janë më parë sundimtar të ligjit se sa zyrtar për sundim të ligjit. E treta është se EULEX-i në Kosovë sundon në bazë të paradigmës së stabilitetit, pra stabilitet politik afat shkurtër e jo drejtësi universale për qytetarët, dhe gjithashtu duhet theksuar se misioni i EULEX-it në Kosovë paraqet një mision i cili Kosovën e trajton jashtë prej Bashkimit Evropian dhe ndryshe prej asaj se si Bashkimi Evropian është. Mirë po, pikrisht kjo metode e EULEX-it, pra metoda e këtill e cila e konsideron Kosovën si tjetër fare, ka bërë tjetërsimin e vetë zyrtarëve të Bashkimit Evropian në Kosovë. Një mend, ne jemi konsideruar të jashtëm dhe rrjedhimisht jemi përjashtuar, mirë po edhe ata vetë janë tuajsuar këtu në Kosovë, prandaj i kemi si dëshmi për këtë që e vërtetojnë e konfirmojnë një gjë të tillë, edhe skandalet e panumërta e gjithnjë më të shpeshta.
Vazhdoja dhe sa ta kryen fjalë. Në afera të ndryshme korruptive. Pra, në vend se të kemi evropianizim të politikanëve kosovar, kemi pasur kosovarizim të zyrtarëve evropian. Gjykata speciale tash është orvatja për ta mbuluar korrupsionin e Euleksit dhe dështimin e tij sipas çfarëdo standardesh minimale të drejtësisë. Legitimiteti publik i Euleksit në Kosovë vinte nga dëshira popullore për Bashkimin Evropian. Euleksi nuk është ligji që e ka Evropa, por Evropa që na e premton ligjin. Veç se këtu nuk mund flasim zi e tërë për Euleksin, duke besuar që Bashkimi Evropian është një kopsht me lule. Pra, këtu vlen të theksohet kriza e Euleksit në Kosovë, e cila si përvendosur krizës së Kosovës, në fakt është e lidhur edhe me një krizë në të cilën po kalon vetë Bashkimi. 9 maj nuk është më zyrtare në Republikën e Kosovës dhe dihet që 9 maj, Dita e Evropës, lidhet me deklaratën e burgshtetasit francez Robert Schumanit nga viti 1950. Mirë po, nuk duhet harruar që para kësaj, saktësisht 5 vjet më herët, u shënua nga dhënimi mbi fashizmin në Evropë me 9 maj vitit 1945. Themeli i bashkimit të sotëm evropian nuk është thjesht paqja, por edhe antifashizmi. Fitoria mbi fashizmin e solli paqen, kurse paqja ndaj fashizmit solli luftën e dytë botërore. Të gjithë e dimë marrëveshjen e Munihut vitit 1938 dhe deklaratën disfatite të kryeministrit të atëhershëm britanik, që në kohën tonë, atëherë kur ndodh një nënshtrim apo dorëzim para Hitlerit. Është fitoria mbi fashizmin ajo e cili soll, kurse paqja nda sjellur luftën e dytë botërore. Është përshtypja ime e fuqishme, qasjen e saj në Ballkan, madje edhe vend brenda së saj, Bashkimi Evropian po e shpërfill antifashizmin nga partitë themeltare të Bashkimit Evropian, duke e lënë aty të vetmuar paqe. Paqja pa antifashizëm është spostim i luftës për ditë më të mira. Edhe tolerimi ndaj forcave fashiste në Beograd, të cilët e kanë gjysh Nikola Pashiqin e prind Miloševićin e Sheshelin, por në të njëjtën kohë edhe shfaqjet e fashizmave të ndryshëm në Ballkanin perëndimor ende të paintegruar në Bashkimin Evropian nuk bëhen pa tolerimin e Brukselit. Por, mbase nuk është i rastishëm, tolerimi edhe i vetë të djathta ekstreme në Bashkimin Evropian, i cili i kombinuar me fjalën magjike austerity, pra shkurtesat, e ka forcuar fashizmin prej Greqisë e deri në Holand, prej Francës e deri në Finland. Faleminderit.